Tani drejt për drejt me një aktivitet të qeverisë është duke u prezantuar edhe paketa e maleve. Në këtë takim merr pjesë edhe kryeministri Rama. Zakonshëm përsa i përket përfshirjes të zhvillimit ekonomik në çdo cep të Shqipërisë. Nuk do të ndalem gjatë përsa i përket potencialit jashtëzakonshëm që ne kemi në territor. Të gjitha bashkitë këtu kanë rizorse natyrore të jashtëzakonshme, sidomos duke pasur në krah edhe erën e zhvillimit të sektorit turizmit në nivel kombëtar, besoj që krijon një sinergji të jashtëzakonshme dhe që patjetër duhet të drejtohet me shumë fokus dhe shumë energji nga kryetarët e bashkive, të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe kyç përsa i përket suksesit të kësaj nisme. Unë jam shumë i lumtur sot, në fakt, që të përmend edhe disa histori suksesi për treguar që kjo është një paketë e cila realisht mund të marrë atë drejtim që ne të gjithë duam. Ne tashmë kemi 5 bashki, të cilat edhe duke ndjekur rregullat e reja të udhëzimit të ri që ju të gjithë jeni në dieni, tashmë kanë avancuar përsa i përket përcaktimit të zonave prioritare, duke filluar me bashkinë Tropoj, Elbasan, Belç, Përmet dhe Skrapar. Janë 5 bashki të cilat patjetër kanë marrë dhe asistencën e agjencisë veçqeverisjes vendore, dhe patjetër ky grup pune do të jetë në dispozicion të gjithë kryetarëve, siç u kemi bërë ndjeni, që ne të ecim me hapa të shpejt për përcaktimin e zonave prioritare. Dhe vetë udhëzimi tashmë është shumë i qartë përsa i përket lehtësirave që bashkitë kanë për të përcaktuar këto zona, të cilat patjetër duhet të jenë të fokusuara nga të çfarë janë prioritetet në territor dhe duke referuar dhe atyre po i quajmë kërkesave ose shprehjes së interesit që investitor potencial, njerëz të cilët janë të lidhur me tokën, por dhe njerëz të cilët nuk ndodhen fizikisht në territor, por që patjetër kanë një lidhje direkte me zonat përkatëse, të kenë mundësi për të zhvilluar projektet e tyre. Tani në këtë rast e suksesi unë do doja të përmendja që vetëm në këto 5 bashki ne kemi evidentuar, në fakt numri i kërkesave është mbi 500 ose numri i shprehjes së interesit është më shumë se 500, por janë 33 projekte të cilat janë tashmë evidentuar që kanë një potencial shumë të lartë që realisht të ecin me hapa shumë të shpejt. Vlera e këtyre projekteve shkon, dhe unë po tregojmë konservator në këtë shifër, është së paku fillon nga 10 milionë euro, totali investimeve, bëhet fjalë për qindra vende pune, bëhet fjalë për zhvillimin e zonave të cilat realisht këto sipërmarrje të reja mund të krijojnë një zinxhir të tërë ekonomik në këto zona të thella, të cilat janë përcaktuar patjetër nga bashkitë, dhe besoj që nuk ka nevojë për shumë fjalë për treguar se çfarë instrumenti i rëndësishëm është ky për bashkinë nëse ne arrim të japim përgjigje kërkesave që territori ka, sidomos në zona të thella, për të krijuar zhvillim ekonomik dhe patjetër për t'i dhënë mundësi të gjithë banorëve të atyre zonave që të përfshihen në një model të ri të zhvillimit ekonomik që patjetër kanë fokus turizmin, blegtorinë etj. me radhë. Unë besoj që kjo është një ditë e cila për gjithë kryetarët e bashkive duhet me shpejtësi shumë të madhe. Ju duhet ngriheni patjetër në lartësinë e kësaj mundësie të jashtëzakonshme që kjo paketë ligjore ofron tashmë për bashkitë. Është një nga instrumentat më direkt që bashkitë kanë për të çuar zhvillim ekonomik territor. Dhe patjetër që ne jemi këtu, duke filluar patjetër me Ministrinë e Qeverisjes Vendore, por patjetër dhe me Pushtetin Vendor, por patjetër dhe me Agjencinë Përkatëse, që ne të jemi në mbështetjen tuaj që të ecni sa më shpejt në këto hapa. Në qoftë se unë do ndalesha shkurtimisht tek udhëzimi i ri për përcaktimin e zonave prioritare, kryetarët e bashkive përcaktojnë zonat prioritare, kuptohet në bazë të grupit punës dhe volumit të kërkesave që kanë në territor. Ju e sillni propozimin me argumentat përkatëse dhe patjetër në bashkëpunim dhe ASHK-n për të pasur një informacion të përgjithshëm të pasurive që ndodhen në zonat prioritare. Kuptohet që i gjithë ky proces është i fokusuar në pronat të cilat janë prona shtetërore dhe patjetër nuk kanë kontestim mbi të gjitha nga komuniteti. Të gjitha ata të cilët kanë merakje përsa i përket konfuzionit apo keqkuptimeve që mund ndodhin në territor, kjo nuk ndodh. Sepse vetë bashkia është aty për të garantuar transparencën dhe për të shmërndarë informacionin e duhur për secilin nga aplikimet që duhet të bëhet publik për 45 ditë, duhet konsultohet me publikun dhe në rastet ku ne nuk kemi përplasje të kësaj natyre, patjetër që procedurat vazhdojnë me vendimin e Këshillit Bashkiak të kryetarëve të bashkive
dhe më pas kuptohet që aplikanti ka drejt vazhdoj me procedurat në AZT, për sa i përket lejes zhvillimit, dhe në Ministrinë e Ekonomisë, që patjetër ministrja do flasi pak më gjatë. Unë nuk dua të marrë më shumë kohë. Ajo çfarë unë do doja të jepja një mesazh të fundit, duke qenë si ju pak muaj më parë, është që realisht kjo është një nga ato instrumentat që bashkitë shpeshherë e ka ngritur zërin për të pasur mundësi për të zhbllokuar zhvillimin e zonave të caktuara, ku pronësia mund të ketë qenë problem, dhe patjetër ne dim shumë mirë se çfarë arme jashtëzakonshme është për bashkitë për të garantuar që ne të kemi arsye që njerëzit të rinë territor, të kemi arsye që njerëzit të kthehen në zonat caktuara dhe aq më tepër të japim fleksibilitet të gjithë atyre të cilët kanë shpirt sipërmarrës. Dhe këtu jemi në një model të jashtëzakonshëm për sa i përket se çfarë mund bëhet me punë, vullnet dhe patjetër me shumë dashuri. Dhe unë jam i bindur që ne kemi shqiptar në çdo cep territori, por mbi gjitha në të katër anët e botës, të cilët kanë shumë dashuri për vendet nga ata kanë prejardhjen e tyre dhe patjetër janë shumë të hapur për të bërë këto investime. Ne shumë shpejt atë portal që kemi sot për shprehjen e interesit do ta kalojmë në një kontekst tjetër. Të gjitha bashkitë që tashmë përcaktojnë zonat prioritare do të jenë transparente, publike për të gjithë të interesuarit, aplikimet do të shkojnë nëpërmjet portalit patjetër në bashki dhe patjetër që qeveria do të ndjeki duke qenë aktor edhe përcaktuar nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave zonat prioritare, ne do të ndjekim me përparësi që të gjitha afatet të zbatohen nga të gjithë aktorët në këtë proces. Patjetër bashkitë duhet bëjnë të tyren, por dhe ne kemi afatet tona, Ministria e Shtetit për Pushtetin Vendor, Ministria e Ekonomisë, patjetër ASHK-ja, AZT-ja e tjerë me radhë. Prandaj ne jemi të gjithë në një varg dhe duhet gjithë vozisim në atë drejtim që ne duam që t'i japim një shkëlqim akoma dhe më të madh të gjithë atyre zonave malore, por jo vetëm, të cilat realisht sot janë duke lënguar për të zhvilluar një model të ri të ekonomisë lokale. Faleminderit. Fjalën e ka Ministrja e Ekonomisë.